Ish presidenti Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim në Hag, ndonse mbrojtja e tij insiston se kanë pushuar rrethonat mbi bazën e të cilave mbahet në fuqi kjo masë prej më shumë se 5 vjetësh. Ndaj tij janë duke u zhvilluar 2 procese gjyqësore. Për rastin kundër administrimit të drejtësisë, Thaçit, Bashkim Smakajt dhe Fadil Fazliut është vazhduar paraburgimi edhe për 2 muaj. Bashkë me ta akuzohen edhe Isni Kilaj dhe Hayreddin Kuçi. E akuza kryesore është ajo për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Para gjykatës, avokatët Thaçit kanë thënë se po mbyllet faza e provave në këtë rast dhe s'ka më dëshmitar për t'u thirrur. Prandaj nuk ekziston rrezik që ai të pengojë procedurën ose dëshmitarët. Në akt vendimin për rishikimin e paraburgimit është evidentuar pretendimi i mbrojtjes se nuk ka arsye për të ndikuar te dëshmitarët në fund të procesit, sepse s'do të kishte vlerë provuese. Për rastin për tentim pengimit të drejtësisë, sipas mbrojtjes rreziku është pothuajse zero, pasi prokuroria mbështetet kryesisht në dokumente e prova me shkrim. Arsyetimet nuk e kanë bindur gjyqtarin Christopher Gosnell. Gjykatësi i vetëm i çështjes vren se edhe pse siç u përmend më lart disa rrethana kanë ulur rrezikun e pengimit të procedurës ose përsëritjes së veprës. Këto rreziqe megjithatë mbeten të konsiderueshme dhe nuk mund të zbuten mjaftueshëm nga masat e tjera të sigurisë, përfshirë edhe ato të propozuarat. E në rastin më të madh të speciales, Thaçi dhe Jakub Krasniqi kanë njoftuar gjykatën se nuk kanë më dëshmitar për të thirrur, as prova për të paraqitur. Në këtë çështje me akuza për krime lufte e krime kundër njerëzimit përballen edhe Kadri Veseli dhe Recep Selimi, që nga shtatori kur mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e çështjes ka thirrur 7 dëshmitar në gjykatore. E nisi me ish ndihmës sekretarin amerikan të shtetit James Rubin dhe e përfundoi me generalin e NATO-s Wesley Clark. Gjithashtu të njëjtën me kërkesë të mbrojtjes së Thaçit dhe asaj të Krasniqit janë pranuar si prova materiale 261 dokumente që nuk kanë të bëjnë me asnjë dëshmi të dëshmitarëve. Trupi gjykues ka caktuar 19 janarin e vitit të ardhshëm si datën kur palët duhet i dorëzojnë dosjet gjyqësore përfundimtare, ndërsa mbrojtja e viktimave duhet të deponojë deklaratën për ndikimin e krimeve të supozuara te 155 viktimat pjesëmarrëse në rast. Fjala përfundimtare është caktuar të jepet nga 9 deri më 13 shkurt. Pas kësaj gjyqtarët mbyllin çështjen dhe kanë kohë 90 ditë ta shpallin vendimin. Nëse rrethonat e kërkojnë, ky afat mund të zgjatet edhe për 60 ditë, e që nënkupton se më së largu në gjysmën e korrikut do të kumtohet vendimi i gjykatës.